Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ky është edicioni qendror i lajmeve, këtu në Top Channel. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në zhvillimet kryesore të ditës që të ndihni. Kuvendi i Shqipërisë nisi seancën e jashtëzakonshme me qëllim votimin e ligjit më të rëndësishëm të reformës në drejtësi, ligjit për vettingun. Pas javë negociatash, palët nuk arritën në një konsensus për këtë ligj, i cili votohet vetëm nga majoranca, ndërsa për opozitën është antikushtetues. Me apo pa konsensusin e opozitës, ne do të ecim përpara me reformën në drejtësi. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama, i cili ndërsa demokratët ishin mbledhur në selinë e tyre për të qartësuar qëndrimin, ishte në një komunikim live me publikun përmes rrjetit social Facebook. Partia Socialiste vendosi më herë të mos pranoj asnjë nga amendimet e paraqitura nga Partia Demokratike për ligjin e vettingut. Zëvendës kryeministri Peleshi tha se asnjë nga pikat e këtij ligji nuk është antikushtetuese. Nga janari viti 2017, transporti udhëtarëve nga njëri qark në tjetrin do të kryhet vetëm me autobus. Ministria e Transporteve do t'i licencojë shoqëritë e transportit, ndërsa bashkitë janë të detyruara të përcaktojnë vendqëndrimet për autobusët. Stadiumi më i ri shqiptar përrohet nesër me ndeshjen e Shqipërisë me Marokun. Stadiumi Loro Boliçi në Shkodër kushtoi 15 milionë euro dhe është investimi më i madh që është bërë për futbollin shqiptar, që në këtë qytet ka vendimje. Një ditë pas njoftimit zyrtar të largimit të kapitenit Kuqezi Lorik Cana në skuadër, po diskutohet se cili mund të jetë pasuesi i tij. Në garë janë Ansi Agolli, Ertrit Berisha, por edhe Mërgim Mavraj dhe Ledian Memushaj. Megjithatë, futbollistët thonë se tashmë më shumë se shiriti ka rëndësi ekipi, i cili ka zbritur nga euforia e europianit. Kuvendi i Shqipërisë nisi sot pas dite seancën e jashtëzakonshme për të kaluar në votim ligjin për vettingun, një nga ligjet kryesore të reformës në drejtësi, dhe mësojmë se ligji sapo është votuar në parim me 88 vota pro. Pas një periudhe disa javore negociatash, nuk është bërë e mundur arritja e një konsensusi mes partive të pozitës dhe opozitës. Partia Demokratike paraqiti 10 amendime, të cilat për mazhorancën nuk mund të pranoheshin. Mesditën e sotme, grupi parlamentar socialist vendosi të votojnë, ndërsa në mbledhjen e grupit parlamentar, demokratët u morën mendimin e tyre për të marrë pjesë në seancë, por për të mos e votuar ligjin, i cili do të kundërshtohet në rrugë të tjera. Ne tani do të lidhemi me gazetaren Denisa Pasholli, e cila është duke ndjekur seancën e kuvendit. Përshëndetje Denisa, me sa duket lajmi më i fundit është votimi i ligjit për vettingun me 88 vota pro në kuvendin e Shqipërisë. Mund na thuash detajet të tjera? Po, Denis, është një votim i cili erdhi pas rreth 120 minutash diskutime në sallën e kuvendit, pikërisht për projekt ligjin ai shumë të debatuar për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në emër të grupeve kanë folur disa deputet, kujtoj vetëm pak çaste përpara votimit me 88 vota pro në parim, për t'i lënë radhën më pas edhe votimit nën për nën të këtij projekt ligji, pra ligjit të vettingut. Ka qenë zoti Majko, ai që ka folur në emër të Partisë Socialiste, ku edhe njëri ka bërë thirrje opozitës, e cila në fakt ishte larguar nga salla, që të bëhen bashkë me konsensus, ashtu siç votuan për kushtetutën e re, votonin edhe për ligjin e vettingut, për pastërtinë e figurës të funksionarëve të lartë. Ai që nuk voton ka frikë të votojë dhe ka frikë nga reforma në drejtësi, u shpreh zoti Majko gjatë fjalës së tij. Ndërkohë më herët zoti Alimi u shpreh se opozita nuk mund të bëhet pjesë e një procesi të tillë dhe pa opozitën as kushtetuta e re nuk do të mund të ishte miratuar. Zoti Alimi lajmëroi se Partia Demokratike nuk do të jetë fare pjesë e procesit të votimit në kuvend, ashtu siç ishte bërë e ditur dhe ishte kërkuar një qëndrim unanim edhe nga kryetari Basha në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar në mesditë. Përpara zotit Halimi dhe zotit Majko folën në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, në mungesë të zotit Vasili, vetë kryetari i LSI-s zoti Meta, i cili theksoi se ka bërë të pamundurën për të arritur një konsensus, por e pamundura dhe përpjekja më e madhe ishte ajo për realizimin e kushtetutës së re dhe jo për ligjin e vettingut.
por nuk mungoj edhe thirrja për të bërë bashkë dhe për të arritur me konsensus. Më njoftojnë Denis në këto momente që seanca ka përfunduar, të paktën për ditën e sotme, duket se kemi mbetur në miratimin në pari me 88 vota pro për projekt ligjin për vlerësim kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, siç e shihni pas krahëve të mi, edhe deputetët njëri pas tjetrit po lënë sallën e kuvendit. Përpara zotit Meta, në emër të PD-jus, foli edhe zonja Mesila Doda, deputetja e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila kërkoi që ky ligj të miratohet gjithashtu me votat e opozitës, pra me konsensus. Janë deputetët të cilët po largohen, ndërkohë Denis ka qenë zoti Mediu, kreu i Partisë Republikane, i cili ka unifikuar qëndrimin me aleatin e saj, Partinë Demokratike, për të kërkuar konsensus, miratimin e këtij ligji të rëndësishëm vetëm përmes konsensusit. Ndjekim bashk fjalën e tij drejtuar deputetëve në parlament. Unë mendoj që opozita s'mund pranoj këtë situatë dhe të vazhdoj një proces duke u bërë pjesë e kësaj farse ligjore sot. Për ligjin që kemi sot, kemi paraqitur që në datën 26 korrik, në mënyrë urgjente, amendamentet që kërkuan dhe Brukseli kërkoi kohë që t'jepte përgjigje për amendamentet që ne kishim përcjell. Pritëm me javë, por edhe sot nuk ka asnjë përgjigje zyrtare, flas nga Brukseli, nga Komisioni Evropian apo struktura të caktuara të Brukselit për këtë çështje. Apo kërkojmë ne që të bllokojmë këtë proces? Padyshim që jo, sepse nuk e kemi mundësinë për ta bllokuar këtë proces. Apo kërkojmë që ta politizojmë këtë proces? Po ta lexoni, besoj që jo, se po kërkojmë që të gjitha institucionet politike që janë të mazhorancës sot, mund të jenë të mazhorancës tjetër nesër, të mos kenë ndikim në këtë proces të kontrollit të gjyqësorit dhe të prokurorisë. Pra kërkojmë që autoritetet kushtetuese që ne ngritëm të kenë të gjitha autoritetin e investigimit, vlerësimit dhe të vendimarrjes. Unë ndjej gjithmonë mungesën e shkurtërve. Çuna. Jeni gati gjithë? Zoti Ramatere, si bie, keni votuar pa konsensus? I bie që sot kasta e të korruptuarve dhe të inkriminuarve në sistemin e drejtësisë e ka marrë mesazhin të qartë, ashtu si kundër shqiptarët kanë marrë një tjetër konfirmim të vullnetit të patundur të kësaj shumice për t'i dhënë më në fund këtij vendi drejtësinë e munguar, të mohuar për kaq shumë vite dhe për t'i dhënë fund një historie të turpshme që ka njollosur keq Shqipërinë, por që ka demoralizuar keq popullin shqiptar për vite të tëra, të drejtësisë kthyer në mall që shitet ose që blihet. Sot ne kemi miratuar ligjin bazë të një ngrehin e tërë ligjesh që do të ndërtohet hap pas hapi, duke hapur rrugë fillimit të procesit të zbatimit të reformës drejtësi, pasi nuk mundet të kemi sukses në këtë proces historik që do të kërkojë vite, po qese nga ngrehina që shëmbëm kushtetutshmërisht me votën e ndryshimeve kushtetuese, do të transferojmë që të gjithë në Pallatin e Ri të Drejtësisë. Kjo do të thoshte dështim. Ndërkohë që ata që do të transferohen nga ngrehina e vjetër në Pallatin e Ri të Drejtësisë, pra në godinën e re kushtetuese, do të jenë ata që do të kalojnë procesin e skanimit për të gjitha ato kritere që parashihen në këtë ligj, që nga kapacitetet profesionale, tek integriteti profesional dhe patjetër tek
pasuria e tyre. Zoti Rama, në ndërgjegjin tuaj politike, do ju rëndoj ndoshta mungesa e opozitës në votimin e... Da, ju shqetëson që mund të ankimohet në gjykatë kushtetuese në qenë se opozita ka paralajmëruar se të mbitë gjitha rrugët demokratike për të ankuar. Unë nuk e di nëse ka mbetur në këtë vend, se jashtë i vendit nuk ka mbetur njeri, por nëse ka mbetur në këtë vend, dikush që mundet të vazhdoj të besoj në shprehjet e vullnetit të kësaj opozite për të mbrojtur kushtetutën, për të mbrojtur liritë dhe drejtat e njeriut, për të mbrojtur këtë e për të mbrojtur atë, dhe nëse ka mbetur njeri që vazhdon beson se kjo është një opozit që vërtet kërkon të reformojë drejtësinë, se kjo është një opozit që ka gjësendi tjetër përveç se politikën e saj të vjetër të dëshpërimit. Ishim drejt për drejt me Kuvendin e Shqipërisë me të parën deklaratë për shtyp të kryeministrit Edi Rama më njëherë pas miratimit të ligjit të vettingut. Ndërkohë kandidatët për Bashkinë e Dibrës kanë vijuar takimet për zgjedhjet e 11 shtatorit. Socialisti Muharrem Rama, i shoqëruar nga ministri Gjiknuri, bisedoi me fermerët dhe foli edhe për dëmshpërblim 100% për kafshët e prekura nga sëmundja. Ndërsa demokrati Sherefedin Sheu premtoi më shumë furnizim me ujë të pijshëm, infrastrukturë si dhe energji elektrike edhe për ata që nuk mund ta paguajnë. Muharrem Rama, kandidati i majorancës për Bashkinë e Dibrës, ka vlerësuar mbështetjen e aleatëve të PS-së në qeveri gjatë fushatës së tij elektorale për garën e shtatorit, gjatë takimeve me banor të njësive administrative të Selishtës dhe Brezhdanit në njësinë Tomin, kërkoi përveç ndihmës së partive politike dhe deputetëve edhe votën e qytetarëve. Jemi një koalicion i madh, kemi mbështetjen e LSI-s, PD-us, kemi mbështetjen rreth part popullit. Populli do na besojë me votim me 11 dhe ne do t'i shpërblejmë me punët tona, me projektet tona, do t'i gjenë për të dhënë një zbatim konkret. Koordinatori i PS-së për Dibrën, Damian Gjiknuri, që shoqëron Muharrem Ramën në fushat, u ndal sërish tek akuzat ndaj demokratëve. Nuk bëhe realitet projektet me fjalë boshe, fjalë kode. Erdhi këtu Lulzim Basha para Atlantikës. Gënjeshtarët klasik. Uji i pijshëm dhe mungesa e infrastrukturës rrugore ishin problemet kryesore të banorëve të fshatrave rreth Kale, Vajmëdhej dhe Reç, për të cilët kandidati demokrat për Bashkinë e Dibrës premtoi se do të marrin zgjidhje nëse ai fiton zgjedhjet më 11 shtator. Gjatë takimeve me banorë të këtyre fshatrave, Sherefedin Sheu premtoi se pas kësaj date, ndërmarrjet e bashkisë, ajo e mirëmbajtjes, ujësjellsi dhe bordi i kullimit do të vihen në punë 24 orë. Do të vazhdojmë zgjatimin e kanalit Vaditës dhe këtë do ta bëj me bordin e kullimit që i është transferuar bashkisë dhe e kam unë të drejtën për të marrë vendimin se ku do t'i përdor ata njerëz dhe ku do t'i përdor ato para. Për banorët, situatë shqetësuese është edhe mungesa e energjisë elektrike. 3 muaj kanë pre dritat, por i vite fatura. Edhe pse kishin pre. Tash ti thot e kanë futur atje vetëm borxhet. Kanë pre vetë tani. Po e kanë pre. Mirë, votën top dritat. Ky është Top Channel. Autoriteti mbikëqyrjes financiare thotë se rritja e çmimeve të siguracionit të automjeteve është e pajustifikuar dhe kërkon ndërprerjen e aplikimit të tarifave të reja, por kompanitë thonë se kanë nisur pranë autoritetit të gjitha argumentat, duke theksuar se çmimi i sigurimeve është rritur më pak se çmimi i çdo produkti tjetër apo shërbimi në treg. Autoriteti mbikëqyrjes financiare ka dërguar një shkresë kompanive të sigurimit ku kërkon të anullojnë rritjen e çmimeve për siguracionin e detyrueshëm të makinave. Në dokumentin zyrtar, regulatori që mbikëqyr tregun e sigurimeve vëren se rritja e çmimeve është e pa argumentuar dhe e vendosur pa zbatuar rregullore në fuqi. Pasi morën analistë dhënat e raportuara nga të gjitha shoqëritë e sigurimit, autoriteti arriti në konkluzionin se rritja e bërë nuk është reale dhe mbështetur mbi baza teknike. Mbi këtë bazë, autoriteti mbikëqyrjes financiare u ka kërkuar shoqërive që të anullojnë rritjen e çmimeve dhe të rikthejnë çmimet e mëparshme. Si rrjedhoi kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të aplikimit të tarifave të reja. Pak ditë më parë, tarifat e sigurimit të detyrueshëm të automjeteve u rritën me 20% për të gjitha kategoritë e mjeteve. Por për kompanitë e sigurimeve, shkresa e AMF nuk urdhëron anullimin e rritjes së tarifave, por argumentimin e tyre. Ai autoritet është një rregullator dhe mbikëqyrës si joni për të mbrojtë qytetarët dhe në të kushte neve nuk na qësëron AMF-ja. AMF-ja na ka kërkuar vetëm për llogaritin e këtij çmimi, të cilët ne ja kemi argumentuar në bazë të aktualistikës. Përfaqësuesit e kompanive kanë reaguar për herë të parë edhe mbi rritjen e çmimeve. Sipas tyre, siguracionet janë rritur më pak se çdo shërbim tjetër. Nëse në vitin 1993-94 një
policë sigurimi i një makine të thjesht ka qenë 7 deri në 8.000 lekë të reja, sot është në vlerat 17.000 deri në 18.000 lekë të reja, që do të thotë 2 fishi i këtij çmimi. Niveli i pagave nga 93-shi deri më sot është rrit mbi 20 fish. Niveli i industrisë ndërtimit apo industrisë ushqimore është rrit mbi 20 fish. Niveli i të gjithë industrisë së shërbimeve, pasi ne përfshirëm në industrinë e shërbimeve, është rrit mbi 30 fish. Kadri Morina thotë se ky shërbim kushton shumë më pak se shërbimet e tjera, edhe pse merr përsipër një risk të madh. Ku një qytetar sot pagun për të larë makinën nga 30 deri në 60.000 lekë të reja në vit. Pagun për të parkuar makinën nga 30 deri në 60.000 lekë të reja në vit. Dhe nuk mund të paguajë dhe qun rritje çmimi 20%, një çmim 18.000 lekë të reja në një kohë ku merr përsipër dhe është i dëm shpërblyer ndaj qytetarit nga 20 milion deri në 150 milion të reja. Policia kufitare në Durrës në bashkëpunim me sektorin kundër narkotikëve dhe Departamentin Operativo-Hetimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave kanë mundësuar bllokimin e 111 kilogramëve lëndë narkotike e dyshuar si kanabis sativa. Droga e ndarë në 66 pako të mbështjella me natriban u zbulua në brendësitë e automjetit tip Renault me targa AA 241 ND. Policia arrestoi drejtuesin e mjetit Artur Gjergji, 27 vjeç, banues në Durrës. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së krimeve të rënda për veprën penale trafikim i lëndëve narkotike. Një tjetër aksion anti-kanabis po vijon në zonën e Pukës. Në njësinë administrative Gjegjan, në territorin e fshatit Ras, policia gjeti 5 parcela me 5.700 rrënjë kanabis sativa. Ato ishin rritur nga 80 në 180 cm. E gjithë droga u azjesua me djegje, ndërkohë që nuk ka asnjë të ndaluar. Hashashi ishte mbjellë në disa zona pyjore të shpyllëzuara pjesërisht. Kultivuesit e kishin përzier drogën në mesin e pishave të vogla për ta bërë të padallueshme nga ajri. Nga janari vitit 2017, transporti udhëtarëve nga njëri qark në tjetrin do të kryhet vetëm me autobus. Ministria e Transporteve do të licencojë shoqëritë e transportit, ndërsa bashkitë janë të detyruara të përcaktojnë vendqëndrimet për autobusët. Asnjë furgon apo automjet 8+1 nuk do të lejohet të transportojë qytetar nga njëri qark në tjetrin, duke filluar nga 1 janari 2017. Në Ministrinë e Transporteve shpjegojnë se transporti i qytetarëve do të bëhet vetëm me autobus. Rrjeti i ri i linjave parashikon rreth mbi 330 linja, të cilët janë organizuar në mënyrë të tillë që të përballojë gjithë fluksin e udhëtimeve nga një qytet në qytetin tjetër. Do të ketë orare shumë të shpeshta dhe të zgjeruara gjatë kohës për linjat kryesore, që të thotë linjë ndërmjet qarqeve, Tiranë-Durrës, Tiranë-Gjirokastër, Tiranë-Vlorë e tjerë. Ndonë se shoqëritë e autobusëve do të licencohen nga Ministria e Transporteve, bashki duhet të përcaktojnë vendqëndrimin e tyre, të cilët nuk duhet të kenë më pak se 19 sedilje për pasagjerët. Gjithë autobusat që do të zëfirojnë shoqëritë, që do të licencohen, do të kenë në dispozicion autobus jo me numër vendesh më pak se 19. Licencat për shoqëritë e transportit do të operojnë në këto linja, do të jepen nga Ministria e Transportit. Çdo bashki do të ketë një shoqëri, i cila do të rezultojë si bashkimi i shoqërive ekzistuese që punojnë sot në këto linja. Automjetet 8+1, të cilat sot transportojnë qytetarë nga njëri qark në tjetrin në mënyrë të kundërligjshme, pasi edhe pse nuk kanë vendqëndrime, ata i mbledhin qytetarët duke u futur në rrugica, mund të licencohen pranë bashkive sipas kodrit për të ofruar shërbime taksi ose për të mundësuar transportin e qytetarëve nga njëri qytet në tjetrin apo në përgjithësi administrative brenda qarkut. Një tjetër ambient publik argëtues për fëmijët u shtua në kryeqytet, mjedisi i ri do të jetë në komunën e Parisit, një nga zonat më të populluara të Tiranës. Tiranës i shtohet edhe një tjetër kënd lojrash për fëmijë në komunën e Parisit, e cila është ndër zonat më të populluara në kryeqytet. Jemi këtu për të filluar këndin e 7 të lodrave. Më vjen mirë sepse qyteti vërtet ka 1 milion banor, por 250.000 nga këta janë fëmijë. Dhe gjithë ajo gurgule e këndit lodrave të Liçeni në fakt prodhoi një mundësi fantastike që jo vetëm të bëni mirë atë të Liçeni, po në këto 7 lagje dhe pastaj deri në fund në të gjithë lagjet e Tiranës, ne kemi filluar konkretisht një punë për këndet e lodrave në qytet. Kjo hapësirë në komunën e Parisit do të jetë në funksion të fëmijëve, të rinjve dhe të moshuarve, theksoi kryetari i bashkisë.
Këndi i lodrave këtu do të ketë hapësira për internet falas, do të ketë hapësira për trind, hapësira për të moshuarit që janë shumë të ndjeshëm, sidomos për hapësirat e gjelbërta dhe vendet për fëmijët, po sigurisht që pjesën më të madhe do ta kenë fëmijët. Pas një viti punë ditore, kemi dhënë një mesazh. Më mirë punojmë për gjeneratën tjetër sesa për zgjedhjet e ardhshme. Projekti do të zbatohet në një sipërfaqe prej 800 m2. Velia ju kërkoi qytetarëve, por edhe bizneseve përreth, të mirëmbajnë këto investime që bëhen me ndihmën e donatorëve. Në Tiranë do të ketë gjithsej 12 kënde lojrash për fëmijët. Edhe 3 arinj që mbaheshin në Kafaz, në Levan, Bulqiz dhe Ulës janë sekuestruar dhe do dërgohen në Prishtinë në një zonë të quajtur Pylli i Arinjve, që shërben për strehimin e këtyre kafshëve. Ministria e Mjedisit njofton se edhe më herët janë sekuestruar disa kafshë, të cilat kanë gjetur strehim në Greqi, Austri dhe në kopshtin zoologjik këtu në Tiranë. Ariu Tomi, i cili u publikua nga Daily Mail se po keq trajtohej në Shqipëri, do të strehohet përkohësisht pranë kopshtit zoologjik në Tiranë. Ministria e Mjedisit e ka marrë Ariun Tomi në Ulës për ta transportuar më vonë drejt Prishtinës, ku ka ambiente të përshtatshme. Në informacion që kemi janë rreth 50 arinj, për të qenë më të saktë. Ministria e Mjedisit sigurisht përmenda nëpërmjet në strukturave të saj, pra Inspektorati Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve dhe Agjencitë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Po punojnë në këtë drejtim, fillimisht i konfiskoi këto arinj, më pas ti matrikulloj dhe më pas të dërgoj këto fillimisht si zgjidhje afatshkurtër jashtë vendit. Ne kemi pas eksperiencë të tani jo vetëm me dërgimin e arive në Kosovë, por gjithashtu edhe në vendet pranë nesh, duke filluar me Italinë, Greqinë, gjithashtu kemi eksperiencë të dërgimit të arive edhe më tutje, siç është rasti i një ariu të dërguar në Gjermani. Përveç Ariut Tomi është kryer vaksinimi dhe vendosja e mikroçipeve edhe për 2 arinj të tjerë në Robëri, në Bulqiz dhe Fier. Pas përfundimit të dokumentacionit të nevojshëm në një periudhë të shkurtër, do të realizohet transferimi të 3 arinjve në strehimoren Pylli i Arinjve në Prishtinë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Rojet bregdetare italiane kanë arritur të shpëtojnë 6500 klandestinë në bregdetin libian që kishin hipur në varka për të kaluar mes dheun drejt Italisë. Fotot e klandestinëve në det, ndërsa rrezikonin të mbyteshin, kanë pushtuar mediat dhe rrjetet sociale në të gjithë botën sot. Shpëtimi i gati 6500 emigrantëve në brigjet e Libisë konsiderohet si njëri prej operacioneve më të mëdha të këtij lloji deri më sot. Foto dramatike të klandestinëve në det, shumica e të cilëve eritreas dhe somalez, kanë nisur të mbushin internetin. Rojet bregdetare italiane kanë qenë ato që erdhën në ndihmë azilkërkuesve të gjendur në vështirësi. Një anije ishte aq të mbushur me njerëz sa kishte filluar të anohej. Të tjerë emigrant ishin nisur nga brigjet libiane me peshkarexha. Në faqen e Twitterit të rojeve bregdetare italiane thuhet se qendra e tyre e komandës ka koordinuar rreth 40 operacione shpëtimi, ku janë përfshirë anije nga Italia, organizata humanitare si dhe punonjës të agjencisë kufitare të BE-s Frontex. Sot kemi qenë më të zënë se zakonisht, i tha AFP-s, një zëdhënës i rojes bregdetare italiane. Të dielën 1000 vet u shpëtuan nga vdekja në të njëjtën zonë. Episodet e përsëritura nxjerrin edhe një herë në pa taktikat e rrezikshme të trafikantëve libian, të cilët të verbuar nga fitimet vendosin aq shumë njerëz nëpër anije, sa gjasat që ato të mbrin Italinë pa u zhytur në probleme janë të pakta. Ndërsa numri i refugjatëve që i hyn rrugtimit mes Turqisë dhe Greqisë është kurrë ndjeshëm që prej muajit mars, pas zbulosjes së marrëveshjes BE-Ankara, kalimi klandestinëve nga Libia në Itali është kthyer niveleve rekord. Mbi 100.000 vet janë nisur deri tani këtë vit nga Afrika e Veriut drejt brigjeve italiane. Marrëveshja e tregtisë së lirë mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në dëm të vendeve europiane. Francezët kanë vendosur të japin fund kësaj marrëveshje, duke deklaruar se nuk do të pranojnë të vijë në pikpyetje parimet bazë të ekonomisë dhe kulturës sonë. Sipas presidentit Hollande, Europa propozon shumë dhe në këmbim merr shumë pak. Franca kërkon fundin e marrëveshjes për tregtinë e lirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari i Shtetit për tregtinë e jashtme, Mathias Frekl, bëri të ditur se vendi i tij do t'i kërkojë Komisionit Evropian në shtator ndërprerjen e bisedimeve për marrëveshjen e tregtisë së lirë. Parisi kërkon ndalimin e bisedimeve sepse për to nuk ka më asnjë mbështetje politike, i tha i radios franceze RMC. Vetë presidenti Hollande kërcënoi në muajin maj me refuzimin e marrëveshjes. Franca do të shprehej ai atëherë, nuk do të pranoj asnjëherë që të vihen në pikpyetje parimet bazë të ekonomisë sonë bujqësore, kulturës sonë dhe reciprocitetit në aksesin e tendrave publik. Mbyllja e bisedimeve po diskutohet tani si varianti më i mundshëm dhe shkaku sipas Frekl është pozicioni aktual amerikan.
Europa propozon shumë dhe në këmbim merr shumë pak, citohet të ketë thënë ai. Sipas Deutsche Welles, të dielën edhe zëvendës kancelari gjerman dhe ministri i ekonomisë Sigmar Gabriel u shpreh se vizitimet për TTIP janë de facto të dështuara, e këtu përmendi qëndrimin e palëkundur të SBA-s. Gabriel u kritikua menjëherë nga shoqatat ekonomisë dhe partneriteti i koalicionit CDU. Sipas Michael Froman, zëdhënësit të ngarkuarit amerikan për tregtin e jashtme, në të vërtetë vizitimet ecin rregullisht përpara. Stadiumi më i ri shqiptar inaugurohet nesër me ndeshjen e Shqipërisë me Marokun. Stadiumi Loro Boriçi në Shkodër kushtoi 15 milion euro dhe është investimi më i madh deri më tani që është bërë për futbollin shqiptar, që në këtë qytet ka vendlindjen e tij. Jemi këtu në Shkodër ku në vitin 1913 për herë të parë përfaqësuesja e Shqipërisë ka zhvilluar një ndeshje ndërkombëtare dhe atëherë ishte një miqësore përballë një skuadre ushtarake, një garnizoni ushtarak. Kalojnë 103 vite dhe jemi sërish këtu në Shkodër, ku tashmë ka një impiant modern që mban emrin e të madhit Loro Boriçi. Stadiumi në Shkodrën e konsideruar si vendlindja e futbollit shqiptar, u inaugurua për herë të parë në vitin 1953 në emrin e Vojo Kushit, një prej herojëve të luftës nacional çrimtare. Rekonstruksioni më vonshëm i viteve 80 dhe në fillim të atyre 90 e pakzoi këtë stadium me emrin e një prej legjendave të futbollit ton, Loro Boriçi. Stadiumi, siç e shihni, është gati. Kanë përfunduar punimet, ka gjëra të vogla që kanë bëjnë jo me ndërtimin, por kanë bëjnë me plotësimin e kushteve që kërkon zhvillimi i ndeshjeve ndërkombëtare, si tapeti i barit ose vizimi. Stadiumi është gati të presi tifozët shqiptar për të parë ndeshjen me Marokun. Këtu u ruajtur, po themi u ruajtur thonjza, sepse dhe ato u përforcuan dhe u ndryshuan, tribuna ekzistuese, ndërsa tribuna qendrore u rrafshua dhe u ndërthua e re tribuna dhe këto 5 stendat. Kuptohet që ato defekte, po themi thonjza që ka stadiumi i Elbasanit, ne jemi munduar të i korrigjojmë në stadiumin e Shkodrës, duke filluar që nga VIP-i, i cili shumë i madh, nëse në Elbasan në VIP-in kryesor kemi rreth 250 njerëz, kurse këtu ka shkuar te 1000 persona. Te media, e cila nëse në Elbasan është bashkë me tifozët, në këtë rast media është ndar nga tifozët, ka marrë një kat të tërë më vete. Për sa i përket ambienteve dhe çfarë afron, i korespondon një stadiumit nivelit 5, por është kapaciteti i cili e ndan, sepse stadiumet e nivelit 5 duhet me kapacitet mbi 30.000 spektatorë. Në këtë stadium mund zhvillohen të tëra aktivitetet e Champions League-s edhe grupet. Inaugurimi i impiantit të ri Loro Boriçi do të bëhet mbrëmjen e së mërkurës me ndeshjen miqësore Shqipëri-Marok e planifikuar për të zhvilluar në orën 20:30. Më pas në këtë stadium do zhvillohen edhe ndeshjet eliminatore të botrorit Rusi 2018. Një ditë pas njohtimit zyrtar të largimit të kapitenit Kuqezi Lorikca,